E rëmbeu halla, Bleon Amata prej 15 vitesh e zhdukur për fshirja e Bezgim Isës në ngjarje. Prej 15 vitesh, Briken Amata rezulton ende zhdukur, ndërsa historia e saj ka tronditur shqiptarët. Është sjellë sërish historia e vajzës shqiptare së cilës mbetet ende një mister, histori që komplikohet me përfshirjen e të afërmve dhe çoi në 137 padi divorci të prindërve dhe akuza për përfshirje në ngjarje. Ishte 22 maj 2010, një ditë me diell fund pranveror në mal. Një vajzë e vogël vetëm 6 vjeç i është bashkuar të afërmve të sajat më të rritura për të kullotur baktit lart në kullota, por ndërsa prindrit prisnin që të kthehej në banesë, ajo humbet gjurmët për të mos u gjendur më kur, as sot që kanë kaluar plot 15 vite që nga dita që ajo është zhdukur. Kjo është historia e Bleon Amatës nga fshati Zapoti i Kukësit, voglushja e cila ditën e humbjes së saj ishte shoqëruar në mal nga 5 vajza me akuza dhe kundër akuza nga familjarë të cilët bëjnë me faj njëri tjetrin për zhdukjen e Bleonës, e cila nëse sot është në jetë, duhet të jetë 21 vjeç. Por si u zhduk Bleon Amata në stan, çfarë kanë deklaruar nëna e saj, Bukuria dhe vllai Armendi dhe kë bëjnë ata përgjegjës për humbjen e njeriu të tyre të dashur? Përse familja Amata akuzon shtetasin Begzim Isa për rëmbimin e vajzës së tyre? Begzim Isa, i cili në vitin 2013 u arrestua nga policia e Kukësit për akuzën për rëmbim, mbajtje në banesë me qëllim trafikimin një të mituri 7 vjeçar drejt Kosovës për një shumë prej 40.000 eurosh. Prokuroria e Kukësit në atë kohë ja kaloi çështjen prokurorisë së krimeve të rënda, e cila kërkoi 10 vite burgim në atë kohë për 21 vjeçarin që nuk i pranoi asnjëherë akuzat, edhe pse kjo ishte akuza e dytë ndaj tij për rëmbim të miturish dhe përfshirë dhe zhdukjen e Bleon Amatës në 2010-ën. Prej 15 vitesh, Bleon Amata rezulton ende zhdukur, ndërsa historia e saj ka tronditur shqiptarët. Por çfarë kanë deklaruar nëna e saj Bukuria dhe vllai Armendi dhe kë bëjnë ata përgjegjës për humbjen e njeriu të tyre të dashur? Përse familja Amata akuzon shtetasin Begzim Isa për rëmbimin e vajzës së tyre? Begzim Isa, i cili në vitin 2013 u arrestua nga policia e Kukësit në akuzën për rëmbim, mbajtje në banesë për qëllime trafikimi të një të mituri 7 vjeçar drejt Kosovës për një shumë prej 40 eurosh. Prokuroria e Kukësit në atë kohë ja kaloi çështjen prokurorisë së krimeve të rënda, e cila nga ana e saj kërkoi 10 vite burgim në atë kohë për 21 vjeçarin që nuk i pranoi asnjëherë akuzat, edhe pse kjo ishte akuza e dytë ndaj tij për rëmbim të miturish, duke përfshirë edhe zhdukjen e Bleon Amatës në vitin 2010.